në këtë ditë të bekuar dhe të paharrueshme na bashkon një rast që bardh peshën e historisë dhe shkëlqimin e dritës hyjnore. 40 vjetori i përkthimit të plot të kuptimit të ajeteve të Kuranit famlar në gjuhën shqipe. Një ngjarje që shënon një nga kulmet të përpjekjeve intelektuale, gjuhësore dhe shpirtërore të kombit tonë. Në mesin e shumë aktiviteteve shkencore që organizohen në vendin tonë dhe më gjërë. Kjo aktivitet është veçanërisht i dalluar, jo vetëm për tematikën që trajton, po për thellësinë që përfaqëson dhe dritën që shpërndan. Kurani, fjala e Zotit, udhëzimi i përjetshëm, drita që nuk shuhet, por mbetet në përjetësi, burimi i pashtershëm i urtësisë, drejtësisë dhe paqes për mbar njerëzimin. Andaj të merresh me Kur'anin, qoftë në lexim, reflektim apo studim, është një akt i përkushtimit dhe nderimit. E të përkthesh kuptimin e Kur'anit ashtu si bëri me devotshmëri, përkushtim dhe guxim profesional, profesor Fetim Mediu, është një kurorëzim i suksesit, por dhe një afrim më i madh te mëshira dhe shpërblimi i Zotit Xheleshanu. Ky përkthim i kuptimit të Kuranit i botuar për herë të parë në vitin 1985 nga Bashkia Islame e Kosovës nuk është vetëm një arritje fetare, gjuhësore apo akademike, por është edhe një dëshmi se si besimi, dija dhe përkushtimi mund të bashkohen për të bërë histori. Nga se përkthimi i kuptimit të Kuranit në gjuhën shqipe bëhet edhe më i afërt për zemrat dhe mendjet e shqiptarëve, duke hapur rrugë të reja për kuptim, adhurim dhe hulumtim të thellë. Në të vërtetë, përkthimi i kuptimit të ajeteve të Kuranit mund të quhet pasuri kombëtare, për disa arsye të thella, kulturore, shpirtërore dhe gjuhësore. Një kombë që ka të përkthyer kuptimin e Kuranit në gjuhën e tij, e njeh më mirë fenë dhe kulturën e vet. Ai e gjen veten pjesë të një bote shpirtërore të gjerë, pa humbur gjë nga identiteti i tij kombëtar. Përkthimi paraqet një urë mes kulturës islame dhe trashëgimisë kombëtare, duke treguar se besimi dhe identiteti kombëtar mund të bashkëjetojnë në harmoni. Andaj çdo përkthim i kuptimeve të ajeteve të Kuranit kërkon dije të thellë në gjuhë, fe dhe kulturë dhe përbën një arritje të madhe shkencore kombëtare. Po ashtu është dëshmi se kombi ka dietar, gjuhëtar dhe studiues që janë të aftë ta bartin fjalën hyjnore në gjuhën e tyre me respekt dhe saktësi. Kurani nuk mund të përkthehet fjalë për fjalë, sepse bukuria dhe mrekullia e tij gjuhësore dhe përmbajtësore nuk mund të bartet plotësisht në një gjuhë tjetër. Zoti Xheleshanu thot, sikur të ishte deti ngjyrë për të shkruar fjalët e Zotit tim, deti apo uji i tij do të shterrej para se të përfundojnë fjalët e Zotit tim. Sikur të sillnim shtesë edhe një sjaj, është fjala deti. Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhë të huaja është një mjet i domosdoshëm për përhapjen e dritës së udhëzimit hyjnor në gjithë botën, por ai nuk e zavendëson gjuhën e zbritjes së Kuranit dhe nuk konsiderohet vetë Kurani, pavarësisht gjuhën e përkthyer. Kurani është ura që lidh popujt me fjalën hyjnore. Sot jemi mbledhur në këtë akademi solene për të shënuar një përvjetor të veçantë, që për nga kuptimi i tij shpirtëror, kulturor dhe shkencor të kalon kufit e një ngjarje kalendarike, 40 vjetorin e botimit përkthimit të plot të Kuranit në gjuhën shqipe. Shënimi i përvjetorëve të vepra të mëdha nuk është vetëm një rikthim në histori. Ajo është një akt i vetëdijshëm kulturor dhe shkencor, që na fton të reflektojmë mbi rrugtimin e dijës dhe besimit, mbi zhvillimin që kanë pasur dhe mbi vlerat që mbeten të qëndrueshme në kohë. Përvjetorët na kujtojnë se veprat e mëdha nuk i përkasin vetëm një vrezi apo një epoke, por janë pasuri e gjallë e kujtesës dhe e frymëzimit që ushqen brezat e tanishëm dhe të ardhur. Në këtë frym nderimi reflektimi, sot kujtojmë dhe vlerësojmë
një ndër arritjet më të rëndësishme të vendimit islam dhe të kulturës kombëtare shqiptare, votimin e plot të përkthimit Kuranit në gjuhën shqipe, të realizuar në Prishtinë, këtu 40 vjet më parë, nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, dhe përkthyer me përkushtim dije të thellë dhe ndjeshmëri gjuhësore nga profesori nderuar Fetim Mehdiu. Ky votim hapi rrugën e një epoke të re të komunikimit ndërmjet besimit dhe gjuhës, duke bërë fjalën e Zotit kuptueshme për çdo shqiptar që dëshiron të lexojë dhe të përjetojë Kur'anin në gjuhën anëtare. Kur'ani si libër themelor i besimit dhe i fesë islame përfaqëson fjalën e shpallur të Zotit dhe burimin parsor të udhëzimit shpirtëror, moral dhe ligjor, për më shumë se 1 miliard besimtarë në mbar botën. Ai është një themel mbi të cilën është ngritur doktrina islame, sistemi vlerave dhe etika që udhëheq jetën e individit dhe të shoqërisë muslimane. Por Kurani përtej dimensionit të tij fetar, ka ushtruar një ndikim të thellë në zhvillimin e kulturës dhe qytetërimit botëror. Ai ka nxitur lindjen e shkencave islame, përparimin e mendimit filozofik, zhvillimin e letërsisë, artit dhe gjuhës, si dhe ka dhënë kontribut të çmuar në arsim, drejtësi dhe dije. Prandaj Kurani nuk është vetëm libër besimi, por edhe një burim frymëzimi universal që ka formsuar horizonte të reja të kulturës njerëzore dhe të bashkëjetesës shpirtërore ndërmjet popujve qytetërimeve. Ky ndikim i gjithanshëm i Kuranit në historinë e dijes dhe të qytetërimit ka bërë që ai të përkthehet ndër shekuj në rreth 100 gjuhë të botës, për të bërë i kuptueshëm për njerëz të kombeve kultura të ndryshme. Ndër këto gjuhë, tash 4 dekada më parë, Kurani u përkthye e u botua i plot edhe në gjuhën shqipe. Ky përkthim historik dëshmon jo vetëm pasurinë, shpresën dhe forcën shpirtërore të gjuhës shqipe, por edhe pjekurinë profesionale dhe përgjegjësinë institucionale të studiuesve dhe institucioneve islame shqiptare. Ai është dëshmi se në hapësirat tona kulturore, feja dhe gjuha kanë ecur bashkë. Megjithëse prania e Kuranit e shqiptarët është e hershme, sa dhe islamit, sidomos dhe interesimi, përkushtimi, kontributi i shqiptarëve ndaj dhe për Kuranin janë të hershme të dukshme. Nga radhët e popullit tonë kanë dalë shumë njohës, komentues, hafez e lexues spikator të Kuranit, dhe në anën tjetër ata kanë jetuar e vepruar sipas porosive të Kuranit. أدخلني مدخل صدق